E kujtoj, dalja ime parë në skenë ka qenë në Shkup, në sallën e sporteve Kale, dhe unë sa e bona, ajde me dashni isha shumë aktuel, por neve naftu me një emision të notës, dikun një 30 minuta vetëm me paralajmëru koncertin. Edhe shkum ati unë dhe Sevda Radogoshi, Qumili, një ndër humorizat ma kulminant shqiptar, dhe neve na majtë deri ora 4 mëngjesit. Dhe ora 11 ditës nuk kishtë bileta më ku me blej. Ushetën, Shkon. shkon. Edhe ishte mirë deri sa erdhë momenti me u parashit para publikut dhe pak para se me dalë. Ndoshta më ka vret mu se vda jetë që diçka jam zbeja, ku me ditë. Ka hup qeherja pak. Ju edhe i deshifroni njerëzit kërë që s'është në rregull diçka. Edhe vesh më ka orë, tha, ngozi për Avdio, tha une, tha, ti e di që të kom thonë bravo për suksesin edhe për gjitha, por kjo është momenti jot jetik. Kulminant. Kulminant. Që të kalzove vetën. Ja dil, tha, këno, ja tha, thuj, shumë për këtë sport edhe ditën e mirë. Kjo është shumë si jetës. Pa shkallon më teu, korajo. Shumë, jashtëzakonisht më. Edhe Dole une edhe shumë më të mirë nga vetja. Ue. A tho zëmer kalzove vetën jashtë së djakur. Po edhe me kalzove vetën, por edhe kënaqësia se e arrita një qëllim temin. Mas pori me kom pjesë e ati ekipi dhe dyta publika e pranoj me eufori jashtëzakonisht të lartë. Unë e kujtoj, unë kam nostalgji për atë kohë, besoj që do t'i kemë rri ato pa tjetër se kur 5.000 veta ishin në salë dhe një 2-3.000 prishin tu prit jashtë e dera. Edhe së më ishin me hi. Kjo i mungon shumë sot. Kjo mungon kohën e fundit, mungon. A ka ndryshu shumë tash? Atëherë me tash? Ka ndryshu shumë. Ka ndryshu shumë shkaku se tash pak karo niveli i edukatës mas pari për të kryu tekste, dishka të mirë, motivi, s'ki ku motivosh, ti për shembull që ditës parë ti anis edhe donë me erë me u bo yll bote. Unë e di herën e parë kër e kom që babës tem do parë në shpi fitova. Edhe i murë, unë e thash ka më gëzu, se ishte një shumë jashtëzakonisht e konsiderueshme për atë kohë, edhe ja dhash unë i leq atë tha, apo dalim pak për jashtë. Thash, po be bo, po dalim, dollëm pak atë tha, këshër tha, me halal du kom rrit tha, edhe me halal du me vazhdu ju, këto pare ku i ke marrë kthej. Të koncertit, ha? Po, thash, po i kom fitu, s'munët, tha, se nuk më keme me imaginu, se kusha pagujt atëherë. Po, te. Na kena shku, na s'kena gudzu as me lyp pare me shku dikon ndarësëm apo me nej ajnë familjar. Veç, apo na merë. Qëllimi jo ka veç më na morë. Me na morë. Tani atje na kemi... A pagujti, as pagujti, veç më morë me pa vetën atë. Kjo është ajo. Dhe më thonë, ne jemi rrit në të frymë, edhe ndoshta ajo ne ka rujt edhe atë mentalitetin tonë, unë gjithmonë, jo pse jam ma patriot se dikush, se tash jemi gjithë një, por do të me pas kujdes pak edhe sepse këngët tona janë ngu edhe njerëz janë knoq. Na kanë pa për vëneri, sot për shembull ka ardhur me një pjedestal muzika ku tekstet janë jashtëzakonisht bastardume, krahasim me neve dhe paraqitja publike. Këtë këngë ata shkryhet me një fjallë. Me një fjallë edhe... Atëherë ka pos edhe mesazh, e ka ditë ku me gju, ku me prek, e çka me kap. Kjo është. Tash del një këngë, tap, u kry. Kjo është që do të më dhonë shumë rëndësi, për shembull do të më dhonë rëndësi se mbi gjitha jemi shqiptarë dhe kemi një farë kulturë, një farë tradite. Do të më shprej këngën ti nëse je këngëtar i mirë, ti s'ki nevojë as me u lakru qavë, po as edhe me përdor terme për shembull jo të mira, se une
atë kënaqësie kam unë edhe gjitha e gjenerat që kemi qenë në një plejade këngëtarëve, ne kur imi paraqit në skenë, paramendohet për më njerë me eksplodu, për shembull unë, Afrim Uçiçi, këngëtar të atij kalibri për shembull që ne edhe konkurrencë e jashtëzakonshme, por mbi gjitha jemi konë tamam të përgatitur për atë se për çka jemi aty. Kemi shku ndarësëm e kemi kry punën në mënyrën ma perfekte. Që sot për shembull ka ndryshuar edhe sistemi i darësmave, sistemi i mbrëmjeve rinore, mbrëmjet rinore edhe nuk ekzistojnë tash kohën e fundit, mu vjen shumë keq. Se unë ju kam thonë mesazh gjithmonë, unë ju kam thonë, mos i majni ato mbrëmje rinore për Zyberin apo për X personin. Majni për vete. Nuk knaq, marr këtu. Jo, është një mesazh edhe më i fortë. Hajde. Sepse rinia në diasporë që janë rrit, nëse nuk shojnë në prasi mbrëmje, largon njëri pi tjetrit. Ne kemi festu. Mu bash si Bajrami, sa mu bo bash tonë. Ne kemi festu fejesat pa numërta në për mbrëmje rinore, që janë taku me rujt trungun kombëtar, ajo ka qenë bukuria e gjitha sukur që kanë qenë koncertet. Ne kemi mbajt koncerte edhe për çështje shumë amadore, për shembull, ka qenë 3%, ka qenë për shembull ka pas kauza të ndryshme për të cilat janë mbledh njerëzit duke me na po neve, edhe njëkohësisht edhe kanë dhënë si që me ato mundësitë e veta, edhe kjo ka qenë ajo bukuria që tash kohën e fundit, sinqerisht, më mërzit ai fakt që mungojnë koncertet. E përmene muzikën e sotit. Tash në muzikë, kun me morë seriozisht, zonin, pamjen apo followersat? Po. Se po në rejë qenë ka pak edhe zonin, dyshka me kompjuter pjo bojnë a nej, këni pi rritin të farë followersat në Facebook, tash kun do të me morë ma seriozisht se kënë? Followersat për mu nuk janë bazament, se followersat mundën edhe mi blej dikush. As pamja jo? Pamja skenike këta mendojnë që dush me u dok ashtu që shdokën, tash operacionet të ndryshme që bojnë botokse këto ndryshime. Më falë që pe përmeni, po e përmeni me dashnin e me respektin matë. Që e ka mungu shkurt e fezës që e ka mungu krejt shqiptaria anë e mbanë. As nuk u dyke kur dirke në skenë. E kështu dirke ashtu natural, me veshje kombëtare, me bukur. A ka njëri mbo që se ka ngu kongën.